بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paqja, mëshira dhe begatit Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë edhe sot komentimin e ajeteve të agjerimit sipas dietarit të madh Ibn Kathir. Ajetin që lexuara para jush është ajet në surën El-Bekare, është ajeti 183, ku Allahu Dhul Jalal drejtohet dhe thot: Ayyaman ma'dudat. Agjerimi është ditët e caktuara. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Smurët dhe udhëtarët, cilët nuk agjerojnë dot, le të agjerojnë më vonë aq ditë sa kanë lanë pa agjeru. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Para ata që nuk e përballojnë dot agjerimin, është i detyruar si kompenzim ushqimor ditor i një të varfri. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Nëse dikush jep vullnetarisht më shumë, do të ishte më mirë për te. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Por sikurse ta dini, është më mirë për juve ta agjeroni. Tash do të mundohemi si e ka shpjeguar Ibn Kathiri këtë ajet kuranor, dhe ne do të mundohemi të themi disa fjalë këtë drejtim. Ibn Kathiri e ka shpjeguar kështu këtë ajet kuranor: të smurët dhe udhëtarët në fillim nuk agjeronin. Ata zëvendësonin ditë e pa agjerume në ditët në vijim, ndërsa ai që ishte i smur ose që nuk ishte udhëtar ishte i lirë. Nëse dëshironte agjeronte, nëse jo nuk agjeronte. Por për çdo ditë të pa agjeruar ushqente një të varfër si kompenzim. Por duhet theksu se agjerimi ishte më i mirë dhe më i preferuar se sa ushqimi i një të varfër. Kështu ka thonë Ibn Mesudi. Ibn Abbasi e shumë gjenerata të para, pikrisht për këtë fletë dhe fjale, Allahu xhaleshanuhu për atë që nuk e përballojnë dot agjerimin është i detyruar si kompenzim ushqimi ditor i një fukaraje. Por më pas Allahu xhaleshanuhu zbriti ajetin tjetër kuranor ku thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ramazani është muaj në cilin ka zbrit Kurani, i cili është udhërofyes për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga e kota. Kushdo i cili e arrin këtë muaj, le ta agjeroj.
Këtë ajet Allahu xhaleshanuhu e bëri obligim të prerë agjerimin. Me këtë ajet kuranor Allahu xhaleshanuhu e bëri farz agjerimin dhe u lehtësoi smurve dhe udhëtarve, duke i leju që të agjerojnë ditët e pa agjerume më vonë. Ndërsa lejimi i mos agjerimit dhe ushqimi i një fukaraje për çdo ditë të pa agjerume mbeti në fuqi vetëm për pleq mos thyme, që nuk mund të agjerojnë. Imam Buhariu e sjell hadithin e Sellemetu ibn Aqwa, i cili tregon se kur zbriti ajeti kuranor wa alal ladhina yutikunahu fidyatun ta'amun miskin, para ata që nuk e përballojnë dot agjerimin, është i detyruar si kompenzim ushqimi ditor i një fukaraje. Gjithë ata që e zgjidhin mos agjeronin duhet kompenzonin dhe duke ushqi një fukara për çdo ditë të pa agjerume. Kështu vazhdoi derisa zbriti ajeti vijues i cili e abrogoi, e shfuqizoi këtë dispozit. Nga Ibn Omeri është përcjell se kemi të bëjmë me një ajet i cili është shfuqizuar, është abroguar. Dërsa Imam Buhariu e sjell qëndrimin nga Ibn Abbasi, i cili thot se ajeti nuk është i abroguar, në ajet thjesht kemi të bëjmë me një dispozit për ata të më shumë që nuk mundën të agjerojnë. Për këta është dispozita që lejon mos agjerimin dhe kompenzim për çdo ditë të pa agjerume me ushqim të një fukaraje. Nga gjithë kjo kuptohet se shfuqizimi, abrogimi ka lidhje vetëm me atë që është i shëndetshëm e jo udhëtar. Këta di kategori e kanë detyrë agjerimin mbështetur në ajetin tjetër kuranor, "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum." Kushdo që arrin këtë muaj, le ta agjerojë. Dërsa për ata që është mos thyme, ka dy mendime. Ulema i japin dy mendime. Mendimi më i saktë është që nuk e kanë detyrë agjerimin, por e ka për detyrë të ushqijë një fukara për çdo ditë të pa agjerume. Në Sahihun e Buhariu thuhet se Enesi radiallahu anhu, kur e arriti moshën e pleqërisë, për çdo ditë të pa agjerume e ushqejke një fukara me bukë dhe me mish, dhe nuk agjeroi. Kjo ndodhi për 2 vjet rresht, pra për 2 Ramazane. Këtë ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Gjithashtu, njëjtin hadith e ka sjell edhe Hafidh Abu Ya'la. Njëjtin gjykim e kanë edhe gruaja shtatzan ose gjithdhansja nëse ka frikë për shëndetin e vet ose të foshnjës. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu dhe thot: "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum." Kushdo prej juve që arrin këtë muaj, le ta agjeroj. Ky pra është një urdhër i prerë për atë që e ka plon muaj Ramazanit, duke qenë i shëndetshëm, jo udhëtar, që ta agjeroj. Lejimi i mos agjerimit dhe kompenzimi me ushqimin e një fukaraje për ditët e pa agjerume, që ishte i lejuar më përpara, tashmë është shfuqizu, është abrogu për atë që është i shëndetshëm, jo luthim, sikurse u sqarua më herët. Pasi solli urdhnin e prerë, Allahu xhaleshanuhu për agjerimin e muajit të Ramazanit. Vëllezër të ndershëm besimtar, për
Me e kuptu ma mirë këtë, do t'i shpjegojnë vazhdim disa çështje. E para, disa mendojnë se lejimin për mos ma agjeru e kanë vetëm ata cilët i ze hyrja mujt Ramazanit në udhtim. Ndërsa ata cilët mujt Ramazanit i gjenë vendin e tyre dhe do të thënë më pas, ta janë vendali dhe si i tillë e kanë detyrë agjerimin, nuk u lejohet ta prishin, edhe nëse më vonë udhthojnë gjatë muajit të Ramazanit. Çdo mend se edhe ata dhe këta argumentojnë mendimin e tyre. Këto argumentojnë ma jetën kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot, kushdo që arrin këtë muaj, le ta agjeroj. Ky argument është prej argumenteve të cilën e kemi Kur'anin famëlar. Gjithashtu në sahihet edhe të Imam Muslimit, edhe të Imam Buhariut, e kemi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhthoi gjatë muajit Ramazanit në ekspedicën për çlirimin e Mekës. Dhe gjatë udhëtimit ai ndërpreu agjerimin dhe urdhëroi njerëzit që ta prishin agjerimin. Domethënë, për një punë madhore prishet agjerimi. Mos gjejmë arsyetim për pak e për shumë që gjejmë sebep edhe nalë ta prish agjerimin. Nëse jam musafirun, nëse unë jam i smut, nëse unë po më dhen veshje, nëse mos e po më dhen gishtë, nëse mos e po më dhen kjo, nëse mos e po më dhen ajo, me gjithë arsyetime. Dhe se të ndershëm besimtar, ne mund të mshehemi në këtë dunjë pi çdo kuj, por nja ta dim se pi Zotit askund prej Zotit nuk mund të mshehemi, sepse Zoti Dhul Xhelal i kontrollon mendjet tona, i kontrollon zemrat tona, i kontrollon përshpëritjet tona. Sado që ne mundohemi të mshefim diçka, ai të gjitha na i din dhe se të ndershëm besimtar. Gjithashtu e ka detyrë që ai që është në udhtim që ta ndërpres agjerimin dhe ta agjerojë më vonë pas Ramazanit. Disa janë të mendimit se ai ka detyrë ta ndërprej agjerimin. Mirë po, shumica ulemave thonë jo. Shumica ulemave thonë jo, sepse nuk e ngarkon agjerimi, nuk e pengon agjerimi në jetën e tij, në aktivitetet e tija të përgjithshme. Në një hadith të cilën e transmeton Ebu Derda radhiyallahu anhu, thuhet se gjatë muajit Ramazanit thot kemi dalë bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhtim. Mirë po ishte koha shumë e nxehtë, ishte nxehtë i madh. Ishte aq nxehtë sa që çdo kush prej nesh vendoste dorën mbi kokë për me u mbrojt prej nxehtit të madh. Mes nesh askush nuk ishte me agjerim, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abdullah ibn Rawah. Vetëm këto dy ishin duke agjeru. Ai qërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i qërtoi. Sepse nuk ishte detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të i qortonte shokët e tij, sahabët e tij. Si është më mirë, ata agjerojnë gjatë udhëtimit a mos ta agjerojnë? Më mirët është që secili prej nesh e din veten tonë. Askush se din veten tonë sikurse e din vetë. Unë pja shoh ti sa salem si je, mirë po ti e di se ki problem me zemrën. Ti e di se ki problem me shtypjen. Ti e di që ki problem me sheqerin. Ti e di që e ki një problem tjetër, problem tjetër. S'ka nevojë me ja shpjegu krijesave. S'ka nevojë njerëzve me ma shpjegu. Ajo jetë në mes teje dhe Zotit. Nëse ti pas të Zotit, Zoti Dhul Xhelal është ai i cili ta mblon çdo mangësi sikurse ta ka mbluar deri më sot. Andaj është në dorën tonë, vëllezër të ndershëm besimtar, ta agjerojmë ose të mos agjerojmë, po fjalë të për udhëtarin. Gjithashtu ka ardhur edhe hadithe tjera, Jabir ibn Abdullah shpjegon dhe thot se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një burr cilin e kishin rrethuar njerëzit dhe ju drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka ki? I kallëzun dhe i thanë sa është ma agjerim atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
nuk është mirë që të vazhdojsh me agjerim. Një fjalë tjera vëllezër të ndershëm besimtar, mos ta kuptojmë agjerimin si ngarkesë ndaj neve. As një obligim fetar, as shahadeti, as namazi, as Ramazani, as haxhi, as zekati nuk janë ngarkesë për besimtarin. Nëse i kuptojmë si ngarkesa, atëherë ne si kemi kuptuar Islamin. Atëherë ne kemi problem me imanin ton. Atëherë kemi problem na me besimin ton. Atëherë si kemi kuptuar mesazhin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe një transmetim dhe do e përfundoj, ku thuhet në një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se prej nesh kishte që agjeronin e të tjerë që nuk agjeronin, as ai i cili agjeroi që nuk e qortonte atë që nuk agjeronte, mirë po as ai i cili nuk agjeronte nuk e qortonte agjeruesin. Me fjalë tjera nuk e luajke rolin e sudijes. Na sot i mi bo këtë gjishtar. Sot gjikojmë krejt i mi bo gjishtar. Si të ullë me një qosh, ki maj ka ma Ramazan, ki s'maj ka Ramazan, ki u falka, ki s'u falka. Ki e ka zeqat, ki si ka zeqat, ki ndihmoj ka, a i si ndihmoj ka. Kështu nuk në mëson Islam, jo vëllezër të ndershëm besimtar. Nëse shef dikan që ja të bo mirë, garonin të mira, pra me patë majitin paramor. Është muji i garës në veprat mira, andaj si cili prenesh, ta shfrytëzojmë këtë moment, ta shfrytëzojmë këtë begati, ti shfrytëzojmë këto mirësitë e muajit Ramazan, të bojmë gara me veprat mira, me punë të mira. Secili prej jush e dini veten tuaj, a mund të vazhdojni të agjerojni, a nuk mund të agjerojni. Gjithë ju që va ka mësu Zoti Dhul Xhelal, që jeni pjesëtar të dinit Islam, ta shijojni këtë iman, ta shijojni këtë besim, ta shijojni këtë Ramazan, ta shijojni këtë syfir, ta shijojni këtë iftar, ta shijojni këtë namaz, ta shijojni këtë teravih. Allahu xhaleshanu inshallah është razi. Allahu xhaleshanu inshallah na e mundson që ashtu siç është razi ai, ashtu siç na porosit ai, ashtu siç na porosit i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e kalojmë këtë Ramazan, elhamdulillahi rabbil alamin.